Do të thonë rezultati do të jetë ky, që momentin që ne krijojmë votat për të votuar kandidatin për kryetar, rezulton që për nën kryetar të tyre pastaj s'do të kemi votat, sepse edhe ne do të kemi kërkesa dhe pakënaqësi në lidhje me emrat e përveçëm të kandidatëve. Ajo çfarë ne kemi kërkuar dhe çfarë ne kemi ofruar si kompromis është një dakordim politik, një konsensus politik që të 3 partitë më të mëdha, pra të cilave u takon të propozojnë kandidatët për nën kryetar, përveç përfaqësuesve të komuniteteve jo shumicë në kuvend, të 3 partitë mëdha pra të mblidhen, të dakordohen në paketë emri i kryetarit, pra kandidatës Albulina Agjiu për kryetare të kuvendit, si dhe 3 emrat e nën kryetarëve në mënyrë që të vazhdohet tutje dhe të kemi dakordim për t'i votu. Për ndryshe, nëse insistohet në këtë situatë nga opozita, është paradoks dhe është situatë nga e cila nuk mund të dalë kuvendi. Pra është blokad e cila mund të shkojë në pafundësi dhe rezultati tjetër, pra skenari i fundit është zgjedhjet e reja, një proces rilegjitimimi për cilin, siç e kemi thënë më herët, ne nuk jemi të interesuar.